e këthyn në Shqipëri, thonë një person terrorista që i thonë e këthyn në Shqipëri, por në fund nuk e dhanë as i letër këtij zotërisë. As për arrestimin, as për deportimin, as gjë. Nuk e ka as një letër që me tregu e këtu jam arrestu. Iko dhe kjo pjesa. Aleksi kthehej shkon në Turqi. Vajza më thirr mu në telefon, është bloku spitali, thot. Nuk mbajnë operimin. Në çfarë vendi do bëhesh operacion vajza? Në Arabi Saudite, në Riyadh, çashte, Riyadh, çashte i vendi atje. Po. Edhe vajza dhe më thonë, Aleksi po kthehet për Turqi, vajza më thirr mu, thot, nuk bëhet thotu, sepse nuk i dojnë lek të GoFundit, bla bla bla, edhe unë i them, okej, moj goc, nuk i dojnë lek nga GoFundi, po, mund t'i kalosh një business account, ku e ndusha, në qose s'keti business account, kam unë, ku t'dushti, edhe... Më fal një sekund. Ajo të tha nuk i pranojnë lek të GoFundit. Po, mas që u këthy Aleksi, më falë shok të marrë, edhe pastaj... Jo, më falë të lekë të marrë. Tani, GoFundi i kalon në lekët në bank, GoFundi nuk bën pagesë në spital. GoFundi kalon në bank, banka bën pagesën. Po më leta marrëj, pra, shok, më leta marrëj. Më leta marrëj, pra, se unë diku du me dalë me këtë histori. Edhe unë i thash asaj, o ti vajzë, GoFundi, okej, ka ardhë lek, kanë ardhë nga GoFundi, për i hellë në bank. Mund t'i kalosh me business account, mund t'i kalosh me çdo lloj banke tjetër t'ja çosh spitalit. Jo, po këta tani s'dojnë me na bë mo, si t'ja bëjmë vim në Amerikë. Unë e hangra për momentin, hajtë t'i nimoj, po mirë thash. Do nimoj në Amerikë, New York ju nimoj unë. Shpinja unë apun, edhe spitali ju qoj unë. Ku është spitali më i mirë këtë vend, kam disa shoqëni në këtë spital, se cili e ka i mik dikun, edhe ju fusin e thash, majna se duhen siguracioni, inshuranca, gjana. Kam mik me t'kalu me t'fut spital, okej, në rregull. Edhe, u nisën gocat, mas 2 ditëve, Geralda, nana kësaj pranverës dhe pranvera. Po tani këtu në Amerikë me çfarë letra sherdhën, me çfarë pasaportash? Viza, pasaporta shqiptare, viza turistike. E bërën vizën direkt dhe erdhën direkt. Po, i kishin pas viza, to ishin kanë edhe ma parë në Amerikë. Edhe motra këtyne jetonte në Amerikë për 8 vitesh, ajo që ka GoFundin në emër të vetë. Ajo jetonte në Michigan. Po. Kështu që erdhi e motra nga Michigani, e mora në mjes në orën 8 mjesit e qova të shpia, si Allah shpi në brëndës. Në darket, shkova i mora këto 3 zonjusha tjera, erdhen këto në aeroport. Vajza, në fjalë, erdhi si e smur. Më falë, tani, ajo ka motrën në Amerikë, dhe të kërkon ty ndim për ta stabilizuar. Ha, po. Po, më fal o Eli, përshëndetje. Unë di që kush e hap GoFundin, duhet ketë dhe llogarinë, se nuk mund t'i fusësh në emër tjetër. Mundesh me i fut, po ajo e ka pas llogarinë e vet. Jo. Bank of America, motra vet. Më mbrapa Eli ç'a ndodhi aty te spitali pastaj sa shok, se po t'i baj gjitha këto për mbledhjet e funit, erdhi goca, shkova morë në aeroport, me zor po ecte zonjusha, erdhi me 8 valigje kanë ardhur. Unë për vete, me zor i kam vunë makinë, thash, pse s'm keni tregu, i thash, se keni marrë ka shumë valigje, se unë me Range Rover ku me i fut. Erdhen mesazhet duket. Profet, thirrën. Jo, thjesht më thonë që e ka kërkuar ky të vend në Amerikë, nuk ka kërkuar ato. I kam këtu mesazhet, i kam që ditën e parë. Që ditën e parë i kam të gjitha. Të gjitha me Geraldin edhe me pranverën, i kam të gjitha mesazhet në WhatsApp. Edhe si përfunim, unë si kam kërku, po më ka thonë kështu, është problemi të vim në Amerikë, po i kam thonë ju presun, edhe ju nimoj, edhe ju qenë spital, edhe të gjitha. Edhe i kam thonë, mos i thoni askuj, derisa të vini, sepse jeni me viza turistike. Ta shqip të vish në Amerikë me vizë turistike e smur, ato të nalojnë në aeroport, nuk lanë me kalu. Qofse je smur.
sepse po vjen me bë përfitime shtetit. Edhe i thash, derisa të vini këtu të unë, mos i bani zoku, i lën një kështu, kur të vini, pastaj e xherri video, s'ka problem. Po. Okej. E mora, vajza ishte në gjendje se mund vite shumë gjëna me zorese, tu e majtë për krave, tu e more me shumë të shpia, unë në rështaj tesha të veta, bani dusha bani, e qita me hangër, me zor po ecte. E vum karrocë, e qumë spital. Me fjalë ishte në gjendje për me karrocë për të vajtur në spital. Mas asaj, po shif videot që kam postu sot, mra, po qa u botë nesë. I kam parë, edhe të shkarët, kam marrë karrocën me çanta, i kam parë, po thjesht. Gjendja kur erdhi, ishte ne po e moshim me Geraldin për krash e vum karrocë. Kurse videot të regojnë, mrapa, kur unë si isha aty, se çfarë gjendjet ishte aja. Erdhi momenti e qova në spital, ja kalum emergjencin për rrëth 6 orë ushtru në spital, i dham letrat e Arabisë Saudite që ishte e diagnozume me leuqemi akutike, i mori doktore letrat, i shikoj, tha, nuk më duke dha gjaron këtu në këto letrat, tha, duken shumë të egzagerume, pa filluaj fare me bo analiza. Unë i thashë, zotëri po, po t'ishte për me neja tje, do kishim neja tje me këto analizë, ne i dojmë analizat nga ti. Shu që këto letrat, lëni njën e non, i dona nga ti. Okej, tha, do të bëj, tha, një inshurancë, siguracion është quhet në Amerikë, ku sheton këtu e di. është siguracion që ta bë spitali vetë. Dhe me thonë, për analizat e gjakut, për analiza urinet, për shtrimin që e spital, është emergency insurance quhet këtu, ta jep spitali vetë, qyteti New Yorkut e pagun shteti. Kush do si tjenë, ke letra, s'ke letra, dhe me thonë, kështu bëhet. Edhe tha, do ja bëjmë tha këtë inshurancë, afirmosni, këtu ja afirmosme, do t'i bëjmë tha gjitha analizat për i fillimit. Pastaj, në qofë se vjen puna tha, për bone transplant, për me i bë transplantin, pastaj tha do hymë diskutime tjera, se ato lek që keni ju edhe mund të mos t'ju dalin, se jenë Amerikë. Edhe unë i thash, si do si t'jen puna, unë hy garant, këto lek janë, qofë se duhet ma shumë, do hy unë garant për ma shumë. Në regull, fillun i ban gjitha proceduret, ban i biopsin, gjanë matë parë që ka ba dhe më tha, marina 24 orë, e kam qu priority. Këtu në priority, spitali vetë, Cornell e ka emrin, ato ja bajnë biopsin për gjithë botë, lënë e ma për veti që ta nxjarrin për 3 orë. Ashtë qener për atë punë, hynë, ban biopsin, ban analiza tjera, shumë tjera, edhe të nesëmen, kishte shku doktori të kjo për vera, unë s'kam qenë të spitali, kishte thonë, kështu, lajmi mirë, nuk e, se di se si a thote një fjallë, se asun se kuptosha, revision dhe qa e tjilë, edhe nuk e ke, remission, nuk e ke, dhe më thonë, leuqemi në trup, mo. Kjo ishte lajmë super i mirë, shok, se se ke mo, bravo, shëqër se se ke mo, të kanë vrajt arab, tash je mirë, ose të kanë kurua, ta je mirë, okej, tash gjaj rrugdalin, vazhdo, këthe e lek njerëzve, dila të me kamer, thu jam mirë, jam shnash, falim njerëz për gjithve, dhe jo këthe i lek, ose dile thuje i gjo, am kuptën. Po ti thua janë në të gjendje pa për lekët gjykojë më mbrapa, besi duesh. Dile thuje i gjo, sepse pjesa është se mu më shkrushin për çdo minutë. Njerëzit, qau ba. Kjo i thot doktorit, Eli nuk ashtu të thot, e ke numër, se unë isha emergency kontakt, isha njeri që Ke qenë në momentin e para ty, ti dhe normalisht është nuar numri jot që ata do telefononin për çdo gjë. Për çdo ishte numri, jem adresa shtëpisë time në gjitha letrat, unë isha personi garantues për te. Edhe doktori merr mua telefon, isha me gjitha te Geraldi në atë minutë, kur mori dhe i tha asaj pas merre telefonin, bën një takena të regjistru me këtë video, me ja tregu për anvers. Alo nuk shkote me një se qa do nëlli mrapa. Thëmë, hajtë se do ikim të spitalit, ja të regojmë asaj, ta bëjmë happy, ta gëzojmë.
Edhe im thot shuk, thot nuk ka, thot, nuk e pyta bile, e pyta 2-3 herë, thash, a je sigur që nuk ka leuqemi në trup? Jam, thaj, sigur, nuk ka. Merë një vajzën, do dalim për spitalit në orën 6, enjoy the weekend. Në moment që mund të dali gjithë sot, do vel gati në orën 6, enjoy the weekend. Tashi, këtu filloj i gjithë situata, që ne shkumi morëm do buke, do fësëdote, do fasule, turshia, ja se në thënaj merë, shkumi ja morëm ja shumë, kur shkum atje, i thamë këshu mua bedi, jo, pse më ke gjerë, tha foto në TikTok, kanë pa gjithë, thash qa, unë foto po TikTok ka dalë nana jote të qajtë, ke dalë ti me GoFund. Ne ta kena ba GoFund, si mos me gjerë, foto në ba me mram bashkë, kur të prumë spital, the hile, s'ka problem, që ba të shi? Edhe filloj zënjusha. Ju në TikTok i grumbulluat fondet, ju nuk i grumbulluat fshevras. Ate i thash nuk ka asë lidhe TikToku, i thash ti vajza, je e shëruar, nuk ke nevoj për transplant, si që ke thanë, tashi, ti du të me dalë, thash me i të regu poplit, se pos do leti du dalun. E kam të registru me të gjithë atë muhabet. Kja tha, që të duhet ty, tha, dile thuj poplit, tha si kam vjall lektun. Ja, thash, unë po kam përgjësi, unë thash, se unë kam hy me lyp lek për ty. Nuk ka shanë, se thash ti, me vjall lek. As me dalun me i thanë poplit që i vollet i lek, po ti do t'i kthesh tana lek mrapa. Ja, po më ke thanë që do më qësh një spital tjetër, po të qaj edhe të spitalit tjetër, s'ka problem. Do në me marrë një mendim dytë, kemi këtë filan spital, do ikim të ditën e ejte, shtrojë spital 3, merë edhe mendimin e dytë. Okej, e lam për kësho, e mora, e qova në shpi, e lame për të qu të ejte në spital tjetër, telefonata nuk i pushote nga Aleksi, edhe nga kjo zotnia që thot s'kam folë, kur unë i shifësha me sytë mi. E merdim telefon për ta pyetur si je, apo për ta pyetur që qa bëndet? Nuk e di, se shumë raste nuk e hap të hiq, kur isha unë aty, kur isha unë se qa kanë folë e din këta. Nejse, unë prap nuk ja vu në rëndësin forësaj, po unë thash, okej, do shkojnë edhe në këtë spital, se prap e disha se doktorin nuk gënjen, s'ka doktor si e ven karrierën e vetë në risk për me gënjur që kur e ka apo kur se ka, edhe thash do dali, do flasi vetë me njerëz edhe unë jam në regu, do vazhdoj punën teme. Okej? Ka që të nesërmen, më kanë marrë telefon, e keni po telefonatën, unë kam qenë lokal të ba gati se kisha një event, ku më ka marrë telefon, tha ne do ikim. Ju do ikni, po pse? Jo, ne do ikim, ne s'dona mu marrë me këto TikTokat, me këto, ne kemi familje, ne nuk dona me na i pa kush këto memet, e një në tjetën, të dava vere po ti, pa lidhje. Dhe me thonë, shumë pretekste pa lidhje, edhe unë i thash, okej, do një me ik, po, që do një ba me lek të po, për që këni marrë? Ikni, që s'ju marrë. Jo, pa do në marrë shti me zoj, jo, mos ju marrë fare me zoj, ikni. Vazhdojnë, zhdukuni. Po lek, futët e GoFondi, shtype botonin, këthej mrapa dhe i ku dush. Se e ke shumë kodaj, Po, e fondet i bërë i fjun direkt ato, një klikimesh. Jo, që të duhet ty, e ne për goca është të smure, o të vajzë goca nuk është të smure, se unë kam letra. Unë kam doktorin, kam letrat, kam kartën e doktorin, kam gjitha. Leni këto. Këtë moment, qohet zonjush Geralda, merë valigjet, ju i ka tyne, ju shduket, ajo e kishte bilete me datë 26 më këtu i mrapa, qohet pret biletën e reja, fut për Turqi, shkon të zotëri Aleksi. Edhe thot, unë s'merre ma me këtë punë. A, pse Geralda ka ikur në Turqi? Po, shkon atje dhe i thot, Eli kështu, ashtu, i ka kërcenu. Unë si kam kërcenu. Në qofë se ato e qujnë kërcenim, që unë i kam thonë kështu, e kam edhe të regjistrume, i kam thonë, ju, po nuk i këthyt lek të popët shqiptar, që unë kam dalë me lypë për ju denancoj, ju fusë në burg. Të qofë se to e kanë marrë këtë për kërcenim, musë më rrët hitë që ta marrin. Po, asë si dhej kërcenimi tjetër në jetën tajme, bo, vetë të më buk i kam marrë.
Okej, Eli. Tashi, ta përfunoj. Mas që ikën ato nga shtëpia, ky zotëria sa po erdhi, doli tha, unë e pash me sytë mi, meme, doli tha, vajzat ta janë kërcënu, kanë ikë, tani janë sigurta. Po mirë, dha, ku e din ti se janë kërcënu? Ku e din ti se kanë ikë? Qose ti si je i pafajshëm, ti s'ke basi gjo. Kam qeni informu nga shokët e tu. A kupton se ti vazhdon alo me intrigë? Avash, ti po thu që ke qenë aty ke pa telefonata nga Semi. Ke pa telefonata që unë ko marrë vocën nga Semi? Po të la me folë sa dush, një gjo që po thëmë. Unë qysh minutin që ka marrë gocën në aeroport, e deri minutin që goca ka i për i shpis teme, unë nuk kam pas as një vëj shokët afër meje. As edhe një. Të dali një shok, nga dita që ajo ka ardhë, e deri ditën që ajo ka i, që ka nejt një minut me mu, unë ty të kam bërsh këtu në mes sa veta janë këtu, 4.000 vetave me të ullë gjojë dhe me të thanë qatë dushti. Kush ja propozoj shpinë ku u vendos? Shpinë ku u vendos, shpia e më unë. Kush ja propozoj? Avash. Për kam këtu më me këshatë. Kush tha ty që mi qunë munat shpi? Kur dha? Kush ka thonë ty mi qu bashkë ajo shpia? Se ti si ke marrë të shpia jote, ti i ki qu të i shpi tjetër. Ashtë si fletë të shok. O shok, unë e kam me kamer shpit, majnë edhe jashtë. Po jo në shpi kurin ti me familje, ti i ki qu t'i ku tjetër. Jo, jo, në shpit me familje, jo. Po në shpit ta e me tjetërën, kam 2 shpija, o shok. Kush ja propozoj atë shpinë? Unë. A ku përdi këto vajza nuk kanë pas as i dhoj kontaktit përveç se me ju në Amerikë. A kupton ti, në orën 8 mjesit ka ardhë motra vetë nga Michigani, shoku, e kam marrë në aeroport, e kam qu të shpia jame në Brëndës. E kam lënë të motrën aty. Kam marrë në shpi, kam pushu se jam qu herët lutën. Kam pushu dhe ka basdite, jam qu, në orën 2:30 kam ikë prap në aeroport, kam marrë pranë verën, me Tamen edhe me Geraldën. E i kam qu, drejtët e motra të shpia jame prap në Brëndës. Nuk ka asi sugjerim këtu, këta janë intriga që bani ju. Nga aty, kam marrë Geraldën, edhe pranë verën, e kam qu me hangër buk të Prizreni në Morris Park, më kanë pa ka kanë klubi plët shqiptar. Kanë hangër buk, nga buka e kam qu drejtën për Presbyterian Hospital, Manhattan. Sa për divanë, që qatë t'japin ty, Cëda telefonata i peti që thirë kësemi? Shkru me aty i kanë pas shpi. I kam në të do t'i qenë privat edhe ta. Jo në privat, zare këtu le t'i qenë mileti, vëlla, jo në privat. Aty i kam pas, i kam këtë regjistrat, jashtë 45 minuta video shë. Po Eli, po tani... Që une me telefon temin i ku marrë. Ase di me tani se numër s'ta kam pa, Aleksin e kam pa të folë me Aleksin, e kam pa numër... Po folë dhe për tjerë, mos ma në emni mua, mënë se... Deshta vetëm ta bëj një pyetje se isha të dëgjuar me vëmendje. As i fort, më sa për me emra. Atë më fol si njëra se ke halli. Po si njëri, po mos pa për me emra se s'kam qenë unë se kom ftu. Ti kom thirr kurrë. Po ti ke dalë vetë i pari, sa ka dik ato që thon tash i ikën ato, ti dole vetë angri bëva vetë me dal. E kom pa memën që ka nikë dhe kom dalë kom thonë, s'ka problem si çka thom unë. Unë çka ke pa shok, unë kam pa ty të fol me gojë tonë të thon, vajzat janë kërcënu, ka nikë tash janë dorë sigurt. Ti share vetë të shkët pjesë. Unë ata që kam dëshirë me sharu për mu jëm të fol, ke thonë e arrestoj Sami Aleksin, ke thonë e blokoj Sami Gofondin. Si të erdhen këto, mi thonë kështu? Kishe faktet ja për... E blokoj Sami Gofondin? Po, ke thonë? Jo, s'kam thonë. Po, është një memo, ke folë 20 minuta. Ku ishe këta andra mu? E blokoj Sami Gofondin? Apo e blokoj Sami Spitalin? Spitalin, po. Si e blokojnë Spitalin? Po këta janë kanë pra, se unë e thash tanë historin, edhe nuk ma lot me maru historin. Jone mbaroj të po të gjojmë se dhe po bëjmë muhabet qetë dhe për ta... Ja u thash tanë historin, si u ba Gofondi, si u me u Gofondi në orën 3 mjesit, si u arrestu Aleksi mas 5 orëve,
si doli Aleksi mas 18 orëve, si u prish spitali që nuk i pranoshin ma lek të GoFondi, si da doli shoku i Aleksit edhe tha që e ka fut Semi në burg, ishin nga në intriga këta me më fut mund këtë kur, si u qull vajzat e thonë nuk na bëjnë ma operimin në Arabi, si u qull Semi, si u qull Semi mrapa hynin live me Aleksin, direkt në fut live, mesazhet e Aleksit ty, Po futën e se më akuzove ti mu. Po mirë, dhe unë i kam aty mesazhet e Aleksit të qaj ty i tesh, se s'du me aqit këto. Edhe, si u banën, tëna këto, si arritën të vajzat e unë. Pse arritën këto vajzat e unë, të shnoshura. Në qofse ta kishin gisht, pse duhet i nisnin të këty, se po të kishin gisht, nuk do t'i kishin nisur të ty. Po, se pse i ka nisë të unë, po të tregojun ty. Po të tregojun ty pse. A ka gisht këtu, as ka, e din këtë. Ato i ka njështë të unë se aty një është desht letra e spitalit për me zhbloku GoFondi. Sepse GoFondi është bërë në Amerikë, me bazë në Michigan. E është dashur një letra nga spitali, do ati të vendosësh në GoFondi që lekët të mershin. Po. Ta të shi GoFondi, kur se unë kam qenë në atë Suada Move në Motra, që kjo e kishte ba kërkes direkt me i hell lek në bank, vetë, po GoFondi kishte këtë përgjigje. Në qo dokumentacionin e spitalit të vajzës që është me leukemi, edhe që do kërë që do bëhen këto servise që do i bashin. Pra, zënjushave ju do dhe ledra se zbane emergencis. Ato nuk ishin plan me nejnë në spital. Plani ty ne ishte marrë, me nejnë një natë, 2, edhe me marrë ledra me ikë. Andej ka kishin arë. Ose planet e tyre, din ato se ku kanë pas plan me ikë, se me gjitha të valigjo nuk e di që a planë është kanë pas, se robin spital me 8 valigjo nuk shko. Me gjitha te... Ne po i me një granta dhe vetëm qanë krau po marim, ose nuk e dim se që në gjenë. Kjo është desht letra për mu shbloku GoFondi, edhe kur dolen nga spitali, atë dit, ne i morem letrat të spitalit, i lom makin teme. Këto prapë si kishin letrat me aqu GoFondit. Qa banë? Telefonata s'po shoshin, as nga Aleksi, as nga kjo zëtëria këto. Si mas aty, në krypot si kam thirë, okej, e dyti. Të shit. Vajza, tha ku i kam lanë letrat, ta që i kemi dalë nga spitali, se ato i interesoshin. Ta që i kam lanë makini, kam makin tjere. Taman i gënirëva, unë i kisha aty në nëpë makin. Se i pash se këtu diqa po lë. U qun i nga shpia, i keni pas, i kanë i me valigje, i kam hellë në video, ku unë si shatë, kanë shku direkt në spital, janë shtru prap. Po të njajtin spital apo spital tjetër? Po të njajtin spital. Po të njajtin spital. Okej? Kanë hyrë me në të njajtin spital, s'kanë lanë gënjeshtër po thonë aty më, e kam me fakte me letër, ta qojnë privat se është HIPAA në Amerikë, quhet HIPAA, është Medical Record Privacy. Unë nuk mund të hell, unë edhe biopsinë e kam, po nuk mund të hell këtu. është private, po e kuptoj. Unë, po të hell dhe atë këtu, unë mund e më dhe mu arrestu. Po, sepse është shka private në gjithë publikë. Janë rekorde medikale që nuk mund të bësh publike. është privatësia e... Po. Era, ka mësi të bëj pytje. Edhe po, ma banë sa dush sa të marej. Erdi puna, shku në pëm spital, hynë spital i thonë, ky na ka kërcënu, ky do me na vra familje në Shqipëri, ky është bos i lidhën me një bos që ka shumë lek atje në Arabi, ky ne jemi në rrezik për jetën, ne... Dhe me thonë, këta kishin dhënë një deklaratë, aty e kam deklaratën të gjithë. E kam unë deklaratët, ta të shojnë për i batë letëzoje, ta të shojnë edhe ty sa. Ti që i ndimove ti dole që të t'i vrisje. Po, unë dole atë me thonë, edhe infermierët i thojnë që, po prit më i vajzë se, që se kakën gjithë këtë halë, ne duhet me thirë policinë. Edhe vjen policia, në IT në prisën i thojnë, kishtë të hy policia, kishtë thonë, okej, si është problemi,
Ky nga ka kërcenu, po ku ju ka kërcenu? Shif që ka hell në TikTok. Ka hell doktorin ton TikTok, ishin rru fjallë, si me këto mesajët, edhe mesajën që unë ja kam qu, po nuk të i blek të popët ma, pa dhe ju denancoj. Ku si kam basi dhe kërcnimi ti dhe mbot. Edhe i thot polisi. Po se shkërcënim, po nuk vat lekët që ose e keni vjetë. Unë do bëjtë nësim, kjo është po të bëjmë djeni, se shkërcënim kjo. Policët i thonë që, okay, you're not saying your ground, nuk për ne nuk ka police report, na vjen keq, nuk shohim as një kërcënim këtë pjesë, edhe që ka hedha i doktorin, është në report të shkrume, nuk është gënjesht, ka drejtën e vetë me hedha, është freedom of speech, freedom of press, të në mërit, nuk ka që të thot kush, nuk shohim këtë kërcënim, edhe nuk e kanë ba police report, të kanë met, keq. Okej, ka thonë, na jep letrën e emergencies, kanë e pak orë, 2-3 ora të në emergency, kanë marrë tensionin e njënën tjetër, edhe kanë dalë, kanë marrë letrën e po të njëjtë spital, kanë fut për ngofan, kanë transferu lekët në bankë, ka sheshtu marrë tjetër kush ma atë punë, që ja kanë friz bankën. Që banka është e frizu, nuk mund t'i levizin ato letë, edhe ato, për momentin, kanë mu marrë me shtetë, jo me mu marrë. Po, ato kanë me nëzjarë vetë, që ose dojnë me kanë në regull një jetë vetë, ata dojnë zjarën vetë, kusha ka qenë Sami, apo ka qenë Aleksi, apo kush ka qenë. Atëherë, këto tipat që thot 23 këto parë që të këto, hajde të një gjojmë më kush ma pas ka ba mu, se mund të thash të edhe herë, qysh minutin që i kam marrë, dhe minutin që jam da me ta, përveç baba jeme, nana jeme, e gruja jeme, ato njerës si ka pa kush. Ma gjaj tja shokun mu. Mu këtu deshta me ta bo pyetjen, kur i ke taku çdo herë vetun? Jo çdo herë. Herë po, herë jo. Me gru, i kam taku dhe me gru teme, kam edhe atë regjistrim. Po du me thonë me familjarët mi, ose vetëm tek pu. Well, po tani, në vetë vete. Se po më pytë, se kjo po më pytë, për që që shot. Ti është të banë i pyetje. Aha, ose po lot rol e prokurorit ti. Jo, jam avokatin në shokë, nuk. Ta bëra këtë pyetje se të thash që dikush në prezencën tane e ka thënë një fjalë, do takohemi te parku, ti po thu që nuk e di kush e ka thënë. Jo, se ka thënë kush e fjalë. E aq kopile është ajo Baxhela që me telefon tjetër çdo gjë që ke folë të ka regjistruar në xhep. Shumë mirë, ti nxjerrin, unë një pres. Shumë mirë. Jam shumë i gëzuar po i nxorri. E i baj thirë e i tash të nxjarën. është tjetë dhe sigur që azani jem, mos kanë hi me bëk shu, shu kongë, si i bën ti do kongë për veti ka herë. Mu s'ka pas që me mingjëzua si dhe gjajt keqe, përveç ty në fjallëve që thash dhe i tash, shko mi gjajt dhe fjallë tjera ti mu, unë kam bërgj ty, e kam bërgj Aleksit, e kam bërgj aty dhe vajzave, që ose ka një fjallë tjetër për tjetër. Tu janë shumë i kejtë, që janë të 4.000 veta që ku e kejtë të thot e li këtu. Se që ka registrua ja, nuk di gjavën. Po mu, s'ka pas shamë registru, përveç ty në fjallëve. Pse nuk i nxjerë registrimet aja që i paska? Me i fjalë para që tiku nga shtëpia jote, kur kush nuk ju kalon takim të parku? Që ti e ndioni? Ja, bëjt ti. Unë i kam thënë e keni parkun aty. A kupton, qa, kja është letra arabijet kja, është kësa kur gjakja. Jo, kjo mi fjalë çfarë është, se nuk mos e kuptoj, thjesht më erdhi dhe letër doktorat në Arabi atje ku kanë qenë, në Arabi Saudite. As di se kam lexuar, e kam edhe unë këtë letër. E kam gjithë dosin e saj, gjithë dosin e saj në email e kam.
Nuk e lexova, e hodha direkt. Qa, a thot në një gjë du? Ta të qojnë në shok, po janë letrat kur aja ka qenë shtrume në Arabi Saudite, unë e kam gjithë dosje në saj, se kam një email, se ma ka quaja vetë mu me email, e po dush ta transfer. Kja dosja e spitalit e Arabis. Kështu ne po bëjmë pasaporte dhe po ikim në i shtetë një tjetër, puna është që aja është e vërteta, janë asjana, po qëfarë rashu në 16 prill, 14 prill, sa ka qenë. Nuk kam as syze dhe qëne, mi ka marrë një shokë. Dhe iku kë zëtëria si po flit të këtu, kë po flet punë parkut, se po më kujtohet, a ditë para se me ikun për shpith, dhe me thonë, ne kemi i park aty afër shpis, edhe atë pjesë e kam të registru me këjtë të zëtëri Semi, se kam 25 minuta biset të registru me, i kam thonë që qetësohu, merre vete me të mirë, do shkojmë një spital më të mirë, mos ta nin për asnjë gjë, vështjesht i mirë, vazhdo me të pa të mirë, dil, lëviz pak të në lagje, ke parkun aty në qosh shtëpis, se e kam parkun, dhe me thonë, parkun nga shtëpia jame është një semafor, mu këthuj majtë asë direkt parku. Edhe i kam thonë që e keni parkun aty, dil një keni shqiptar aty në park, a kupton, mos rrini me të mjën aty qa. Ka që ka qenë e pjesa e parkut ti, se kë gjunë 2-3 fjale e ikë. E flet me ato në telefon, pastaj vjen e më thot mu këtu. A kupton, dhe me thonë se kë më thot mu nuk kam kontakte, po pas ka kontakte. A kupton? Mirë, si pas teje, që në vetë vete, bëj mua vetë që. E me ndonë me i fjallë që seriosisht ta kanë berë gjithë të këshu për kaq lek. Mu shumë rezulton. Goca nuk është se nuk ka qenë smur. Goca nuk është se nuk mund të rikthëhet. Nuk e thamë edhe këtë. Am kupton. Goca e ka pas diagnozën me leuqemi akute, e ka pas, i ka letrat nga Arabia që ku janë bata letrat din ata, që mund të jetë kandidate për transplant. Do me thonë, mund të jetë kandidate për transplant. Jo që është kandidate për transplant. Po. Se mua personalisht, me fjallë më duket një situatë shumë e çuditshme, po që të ketë bera Aleksi me Semi, me fjallë gjithë këtë rëmuj për të përfejtuar lek, nuk e di, po nuk e besoj. Basta. Thuj dhe e vla se po më shkrujnë të njerëz. Po nuk e besoj që të gjithë të rëmuj. Punë parkut. O quna, mësë më bani mu me folë punë parkut, mëse po jo zjarë i tash, e kam i të telefonin. Ma birë pak telefonin e vogël ose. Po më thojnë, pse i ke thonë asaj me shku në park, a di se i thosh e ke parkun aty ofër. është problemi ty, në që në bojnë ata dhe më thonë, ma birë telefonin poshtë, do t'ja zjarë bisedën i tash. Ku është telefonin? I kam poshtë të voglin tjetër. Na shkoj jeta të bo avokata, më bo prokurora, më shia, për në sjena asë avokata së prokurora, më kena bo burg. Kjo është, nuk e di, po tjetë, është një situatë për të ardhur keq, ose jeni munduar me shpirtu të bërë. Në gjë Eli, në gjë situatën, ta thamë edhe këtë jetën, se unë nuk flasë këtë kur, po ta thamë këtu, edhe ta një gjojnë edhe aj zëtëria, që i ishte këtu dhe iku, sepse aj po bjenë kontradit me fjallë të veta. Se thënë nuk kam asi kontakt me ata, po këtu pas ka kontakt, se unë i kam thënë të parku, shkoni të parku. Shif se ku dalim ne, ajtë unë këptu. Gjdo gjënë në fund do të daljo dhe aty ku jem të ju thonë unë. Se unë i di të gjitha, unë i di kontaktet e Semi që ka pas me ta, unë i di kontaktet e Aleksit, i di të gjitha. Edhe, të thamë të drejten, janë lojna fëmish të që bëjnë këta. Janë totalisht lojna fëmish. Unë, nga momenti që e vajzë ka dalë nga spitali, mrapa unë asë si biset, ma me atë vajzë nuk e kam ba pa rekord, pa ingjëzu.
sepse ma ka marrë menja se këtu diqa problem është. Kështu që nuk ka që thot as Semi, as Aleksi, as kush të thoi, ne kemi këtë e kemi atë, po nëzirë jo shok. Nëzirë që ti njëj. Mos fol kot. Unë kur them kam, unë të nëzirë. A kupton? Kam thonë dje kam diqa më shumë leni rahat se dhe jo nëzirë? Jo, kam nëzirë. Po të them të shqip prap, kam, prap të nëzirë. Deri ditën e funit, deri minutin e funit, edhe minutin e funit. Të aty në vajzave, unë e kam zjerë në karma shpis të eme. Aty e shpia eme, kur kanë dalë, që kanë ngarku makinën zënjusha, mama tu e pa, ajo tu ka baliqët, me thonë, kush e smurë tu, ashtë ajo, pa ashtë e ama. Nuk e di, është një situatë shumë... Këta më thojnë mu, jo po të ke thonë kështu, ke thonë ashtu. Po qa kam thonë? Kam qenë me gjithë gru, se kam shku me qetësu, se na morën telefon, tu qa, ne do ikim, ne s'dorim ma këtu. Okej, më i thamë, nusës, hajde me mu, thoshe. Hajde shkoj, më qa kanë këtë rëpë, qa puna me këto njerës. E kam 25 minuta registrim. Po ke vajtu me gjithë familjen, edhe në fundit që e takuar. Po, kam shku, po, ja, mullë qa keni. Po jo, shumë faleminderit, ju jeni shumë të mirë, na keni ndihmuar, po ne do ikim, se ne, familja, ne do ikim Shqipëri te baba i gocës, se familja po na bërta, po na kërcënojnë në private, po na... Ore, unë prap, unë budalla, prap, nëse me thonë, nuk e dhe mik, po që me ik pirdhuni. Unë prap, po pëjt me gocë, se kemi shku në spital, pëjt, pse bashka shkeq, pëjt, ne kemi qëllim që ti mu shëru, ne kemi qëllim që ti t'jesh mirë, ne, tu e marrë me të mirë, nuse jeme, tu e marrë me të mirë unë. 20 minuta, u qetësu në dhe herë. Okej, tha, në rregull. I tha, sho, hajde me mu dalim jashtë. Se ishin të plasë, shu ishte dhe zetë majna. Po jo, thot e ama. Hajde me tha, sho, hajde me mu dalim jashtë. Dulem jashtë të dura shi. Se desha me ecë shumë rrugë me te. Që tu mërë të ajrë. I thash, që ka të dura shi, a din qa po. Atje në fund të semafori, majta se kej parkun. Kur të marojnë shiu, dilni nese, mas nesër, kur doni shkoni keni park, është park shqiptarës. E din gjithë shqiptarët, Morris Park, e din gjithë, u dhe më zbëjgjot Morris Park, e din gjithë kërë kam shpinun. E i thash, aty e keni parkun, me shqiptarë, dilni, shëtitni, mos u mjë një mërëna më mu stresu me ju kap stresi, se nuk fitoni gjo me këtë gjo. Okej, tha, mirë. Edhe kaq, ka kajde gjitha, kam ikë, shifemi ma vonë, okej, shif në nesë, më thirë në telefon, po keni gja nevojë, në regull. Kam ikë, në orën 8 dajë, s'kanë ba telefon, ikëm ne. Po si ikë t'ju, ikëm ne, okej, mirë, po lek, që të bani me lek të popët me që ikë t'ju? Lek doja këthejmë, po këtheja, pro thash tashi. Futu aty nep, këtheja dhe ikë ku dush. Jo, po, që të duhet ty, dile thuj që kemi vjellë ne. Jo, mu më duhet, thashtë, unë kam dalë të lyp lek për ty. Edhe më duhet. Sa të pjesë po edhe, te këti herdhen aty, te këti di pritet, ti shoqërove, ti shkove në spital. Po. Diçka më te për gjithësia. Edhe, shtë me thonë, telefonata me te, ashtë aty në profil tem që e kam hellë qështë ditën e parë, ajo telefonat, thash, oke, jeni mashtru, se jeni kështu, do t'ju denancoj dhe shtet. Ikni ku doni, se a marrë ma me ta. Ato atë kanë shku, kanë bërë denancime vetë, kanë shku në për spitale vetë, por sa kanë ikë ata zotëria këtu që hinë ndel, zotëria që hinë ndel, ato i banë këshu intrigash, ka dalë në meme, duke thonë, goca tu u kërcënuan, ta në shikanik, janë mirë, ta që janë dorë të sigurta, dorë ti, apo të njerëzve ti, do pingjukave që ka këtejnat. Ta që, më thujti mu, nuk ka mund dyshim se kush ato e vjallë go fondin. Nuk ka mund dyshim se kush e ka kryu gjithë këtë. Aleksi nuk u arrestu, gënjej. Kë zëtëria del e i pret këtu. Pse Aleksi nuk është arrestuar në... Nuk është arrestu. Ja, unë e kam kartën e Aleksit, unë kam edhe mishë në Dubaj, e kam verifikuar polici Dubaj, ajë nuk të rezulton i arrestu maskun. Edhe këtë Semi ka njerëz ma shumë se unë. Shkojnë, të futet polici Dubaj, me apin letat mund nga policia Dubaj që Aleksi është arrestu, unë të kam bërë shty.
Mos se ky ka njerëz më shumë se unë Dubai, ky zotëria. Ty në ta marrin letrën nga policia e Dubajt, na tregojnë ne që ja ku është arrestu. Atë letrën e merrëm një avokat duhet një 300-500 Ta marrin letrën. Ta marrin, të nxjerrin mu keq, shkojnë ta marrin. Vesh mos ta bëj falso se se unë e kam marrë. Jo tani falso bez do gjeta tani po bën analizat e ADN-sore, po i thot ai që nuk e Edhe ka. kjo është të shoko, gjitha këta bajnë intriga kot për mu, këta janë hile këtë gjë, që ose këta nuk janë hile, dalin, të sqarojnë, unë sem të usha me asken, këta hynë e shajnë, janë i thot, na qave trapin, tjetë dele shana ne me rëp, unë jam të folë që kam pa, që jam të pa, këta të shane për interneta janë gangsteja, gjithë janë të forë, këti në bura vinë e shajnë për balë, si njani si tjetëri, në internet shanë gjithë kush, se s'ke që e bën tije, ku di nësa milje lërgë jeti lërgë me jetë ashi, i të shmune shmësha, mund që bëqa dush. Kështu që Unë thjesht dalin të shkarojnë zonat të veta vetë, për mu këta kanë gisht, si njani si tjetëri, që ose unë jam gabim, ti vërtetojnë vetë këta vë që jam gabim, e unë po tërhiqëm. A i dele, unë janë zjerë doktorin, e thot nuk ka leuqemi, a i tjetë e thot, e ka ba videon falso, thot kjo, e ka ba me ChatGPT videon, okej, të dola, të qita kartën e doktorit. Po a i doktor ajo është originale, telefonata është shumë e qartë dhe originale dhe... më shok. Ajo... Fix. Dola, se Aleksi tha jo janë video koti, të dolat nesmën janë zora kartën e doktorit, po a i doktor që më ka thirë telefon, po a i doktor që i gjoni zonin aty, ja kam zjarë me kartë doktorit, kush do mund të marrin telefon, e ka numrin aty, e ka emailin aty, kush do mund të marrin të verifikojnë, të nështë të tri, po, a i ke thonë ti këto fjallë. Se unë me fjallë të doktorit jam bazuë, se unë jam doktor vetë. Haja nështë vdes nesër, që se më ka rejtë mu doktori, jam kuptat. Po ba. Unë me fjallë që më ka thonë doktori jam bazuë. Doktori thot, merë që e në shpi se në regull. E thot, i kemi ba, thot, bone biopsy. Ja kena ba biopsy në atë që ka pas transplant. Nuk rezulton, thot, leukemia, jeni gut me shku në shpi. Okej, në regull. To shi, hajde tikim. Dënë me hy një spital tjetër, po, hajde hynë. Jo s'du letër me marrë lek me ik. A ti është tjetër zhallë. Mendoj unë, se tani, në qëse do të këshim për Aleksi me Semi këtë skemën, nuk do të dërgonit e ty, olla. Do gjeni një këtë tjetër në Amerikë, pse ta qonit e ty? Ti do ishe personi i fundit që ata do të asillin, në qofë se, do kishin... Po të regojnë mëse, me më zjarë keq mu, se unë fola për Semin, thash Semi e ka fut në burg Aleksin, Aleksi ishte që ditën e gofoni me më zjarë keq mu, thirë quna dhe burgë dhe thirë leshin e preshin, e mas 2 ditëve sa e mori vesh që po i bëha dhe lancimi lekve i tërhoqi lek me vrap, lutëm. Se i diju në gjona. Pse e kanë ba mu, po, me i prute unë, me mull mu, edhe këta me dalë bukur, i more më ne. Se kjo ka në misioni të me. Ky rrjet social ka treguar në disa raste që këtu nuk ka pasur mëshirë njeri për të ullur tjetrin, për të shkelur mbi te dhe për të ngjitur lart vetë. Bravo. Kjo ka ndodhur në këtë rrjet social me personazhe nga më të ndryshmit. Këte e beson. Kështu nisën në shok. Kështu nisën, se unë isha të ju dhënë buk, i kisha në spital, i kisha në shpi, isha të i një mu me shpirt, kam nejtë gjithë ditë natë mas të dhe në 4 mjesë në për spitale me ta o shok. Ska marrë shpi, kam fjetë në divan në shpi, as në krevat nuk flesha. Qohë ikë të spitali prapë, shko hajtë si me kena të rëpë të shpis teme. Edhe në fund, ta u që unë me mullë mu, që të me mullë, o jam të një mu njërë, mas kam interes, kam as i gja. Kam lënë gjitha punë të mija mrapa, me evente, me gjdo gjatë që kam pas në dorë, tu u marrë me ta. Edhe, kjo është arsyeja pse, se po më thu ti pse e kanë ba. E kanë ba, pra, shko, merri lek, merri letër spitalit, transferu një lek, ule një elin, të gjeneru një elin, edhe hajdeni, se ato e skorta janë. Skorta e bit, në di. Unë kam edhe mesazhe që nuk i kam vërtetu ala,
Po pres? Si Po janë flas, lutem, po flas para kohë, edhe mund të jetë edhe gënjeshtër, po kam 1-2 persona që më thonë, to gocat kanë punu një sallon samit para do viteve. Ndoshta mund t'i rënë, nuk është e vërtetuar, po i kam 1-2 mesazhe që më thonë do të çojmë video. Ai thash, "Okej, ma çoni videon." Nuk jam i sigurt. Ta çoj edhe ato mesazhe. Nuk e besoj tjetë se e shumë e thellë po t'jetë në këtë lloj forme. Po Mundet edhe mos t'jenë, po mundet edhe t'jenë. Am kupton? Nuk pa akuzoj me këtë gjë. Po të dalin këto gjëra që t'jenë të vërteta, këtu ka shumë njerëz që rrëzojnë veten. Mos më keq kupton, nuk pa akuzoj me këtë gjë, po them kam 1-2 mesazhe disa njerëzve këtu në këtë platformë Leshi që është, që më thonë, do të çojmë video se kështu. Thash, "Okej, po mi çut ato video, jo di shumë për nerë. Tash i përpresim. Ndoshta gënjejnë, ndoshta vinë edhe video." Nuk e di. Po ti kishin nis direkt. A kupton, ku janë lek? Lek, shko lypi një Samit se ka lek boll, a miliarder. Lypi një këti, unë s'kam punë me lek. Lek ti ka sua da molla, shteti Amerikan i ka bloku, i ka freeze, se avokati jem ka shku, e ka bo claim fraud, kështu delancim fraudit lekve, GoFundit, është freeze. I thojnë është bloku. Ato s'mund t'i nxjerrën, s'mund t'i lëvizin. Është bllokuar tani pjesë e GoFundit. Po, banka është bloku këtë, si GoFundi, si banka, aty në për momentin, ata s'mund bëjnë asnjë gjë. Ata është venos shteti. Po do me jau lën, po ja u merr, din ata. Po, me sa ka mund informat, do i kthejnë lek, mërna orëve ditë, pak maksimumi 5 ditë. Gjithë kuj. Kështu ka mund informat, se sa... Në qofse ajo është... është... mrohen ato, pastaj se çfarë do të bëjnë din ata. Se do të mrohen, edhe ata do të justifikohen për ato lek edhe ata. A e fitojnë, se fitojnë mbrojtjen e din ata pastaj. Normalisht. Po tani për sa i përket pjesës së Aleksit që janë këto lekë mbrapa, aty nuk janë lekë, po kjo është për problemi se janë kthyer lekët mbrapa, nuk janë kthyer lekët mbrapa. I ka tërheq lekët mbrapa. Kam letrat unë këtu, ti çoj, dënë edhe ato ti çoj, këtu ti çoj. Ato lek, ai ka tërheq mbrapa kur unë i kam thënë për nënverës, ti nuk ke shans me vjellë popullin shqiptar, ti do të kthesh gjitha lek mrapa, cik me cik, ose unë ty do të denancoj të fus në burg. Nuk ke shans ti me ik me ato lek. Atëherë, Aleksi ka marrë lek të veta fix 3-4 orë mrapa. Edhe, unë kam ik nga spitali atë ditë, këto mi kanë qu mu, po ja se Aleksi i mori lek të veta, i kam këtu me mesazhe. Në momentin kur ti ke thënë që... Po. E po i bje kështu pastaj, në qoftë se ato kanë anulluar, apo ka bërë refund, në qoftë se e lejon GoFundi, që lekët e Aleksit të ishin mbrapa, ato kanë menduar që po të merret Aleksi lekët e tij janë mbrapa, atëre problemi mbyllesh edhe ti nuk vazhdoj MTI se s'kishe për çat vazhdoj MTI. Kështu që i bie që Aleksi nuk ka gisht këtu pastaj. Se s'ka gisht. Po në qoftë se ato të thonë ty që pse u trem Aleksi, pse i mori lek mrapa, pse si la, i kishte hell lek për bamirësi. Pse i mori mrapa? Aleksi i kishte hell shok çunat e burgut, i kishte hell shok të Aleksi, i kishte hell lek. Pse e bani claim? Nga banketi o vëlla. Po pra, po ja kanë bankati ka hell ai, po atë natë ishin çunat si po i thoshin, hill ti se t'i japim ne. Po pra rregullohet me njëri tjetrin ata. Ai ka hedhur në bankë vetë. Me intriga e tillë ishte ashtu. Ora ai ka bërë pagesat. E la. 99.9%. Ai ka bërë pagesat nga PayPal, se unë ja di PayPal. E di kush i ka bërë pagesat, e di që i ka bërë Aleksi me kazan me emrin çka ka. E di të gjitha. Po e di. Por po them atë natë që u hollën lekt ishin domethënë që po vishin nga çunat anë këtej. Okej, edhe ky po hilte. Po. Tashi, a u hollën ato lek? A ishin çunave, çunat ti punën lek ty, a i në rregull ti me lekët tuja? Pse po i të hek lek mrapa ti? Po unë nuk e besoj se i ka tërhequr ai, se s'ka pasur akses ai ti tërheqi vetëre. Po ka akses, tir bankën të hek lek mrapa direkt. Fraud. Po, direkt, me sekonda. Po, direkt.
Unë të shqip t'i hell lek ty në GoFund, e marrë bankën të me në telefon direkt, për gjysë i kam lek në akaunt mrapa prap. E din kush ka karta bankën, kush jeton e kush e dini, se unë nuk po flas kot. Ka për thirë hillit i 500 dolar të ashtë një GoFund, merre bankën tonë në telefon, dhe një gjatë nuk i kam hellu, në është fraud. Bankat i këtën lek tuja mrapa, GoFundi i thot, këto lek ishin fraud, edhe mi u gojnë GoFundi, se s'kapet me bankat e bocë. Okej, thot, ha lek tuja. Edhe kështu nolli. Pra, Aleksi, pse u këthyn vetëm lek të Aleksi, më shët? Me që ka pula se nuk i pas ka këthy Aleksi vetë. Pse u këthyn vesh lek të Aleksi? Pse po kërkojnë gjithë njerëzit tjerë lek të veta? Pse s'po i këthej njerëzve tjerë? Pse s'mo këthy mu 500 dolar? Unë kam hell 500 dolar, s'kam hell asi lek më shumë. Pse s'm vjen mu 500 dolar që i mrapa, vëlla? Dhe një burë se nuk... Në gjë, vëlla, jam i rrahun me uje, me vaje, me ufull, me gjitha, gjithë jetën. Nuk... Me i dalë situatave, mund t'i dalin si të dojnë ata. Por, unë, nga këto gjana, nga këto situata, nga verifikimi që kam bën Dubai, me shejik shumë të fort, që janë shumë të fort, që i hynë sistem për 2 sekunda, mund ka dalë rezultati, jem këtu ku jam sot. Kaq. Ta shi këta, të merret me parë qaj, ke pas të ti shok, e s'ke pas ti shok. U s'ka pas as i shok. Minutin që ka nërtë kjo familje në New York, unë jam marrë vetëm me ata. Only people, vetëmit njerës, që ato janë taku, ka qenë nusa jeme, nana jeme, baba jem. Edhe baba një herë mund t'a kenë pasë, është i vjetër 80 vjeç. Atë mund t'a kenë pasë të hytë dollë, se i kam qitë të shpia ku kam... Patriarki ke mbajt në familje, ke mbajt në shpi, ke prit në familje. Po. Këta kanë kënë, dhe me thonë, njerëzit që mund t'i kenë taku këto njerëz. As si njeri, as si shok, as si shoqe, as njeri në botë tjetër, nuk ka qenë afër këtyre njerëzve deri ditën që kanë ikë. Ai më thotë, mu, je po parku, je po plazhi. Parku po, e kam afër shtëpisë, i kam tregu. Shif se keni park, këtu në lagje, si të vishti nesër në Amerikë, vëlla. A dhe me da tregu lagjen unë ty. Normal. Aty i kam thënë e kej kafe shqiptare, kafe e mirë, mundi me shku me marë cappuccino, macchiato. Do t'i tregosh markete, do t'i tregosh një dyqan, do t'i tregosh ku ka një vend që bëjt cigare. Po, ja këto i kam tregu, i kam thënë keni edhe parkun aty. Kaq. Tashi zerrin mua bete këtë. Ajni. Nuk e di, unë e logjikoj me fjalën në një mënyrë që sinqerisht ju jeni munduar të bëni mirë. Ti ke qenë i pari që ke parë situatën aty jo pozitive dhe pastaj ti mendon me të drejtore, nuk po të them ti mendon që mund të jenë 2-3 ose kjo gjë që mund të ketë ndodhur dhe ndjesh keq, ndjesh sikur ka dashur të ulit. Ti lëviz, një sekond, ti lëviz, pse s'mune me i tërheq, ti unë s'kam thirrë shok banka, la. Asa të mani heq për 500 dolar. Unë thash, aq kam hell, as jam marrë, unë e kam bloku këtë GoFundin sa për dinin tane. Të këthejnë tana lek mrapa, jo veç 500 dolar që jem. Pa e si Chris bëthën për këto. Nuk e di, unë po e thoja dhe ta them prapë, Eli, ti je munduar të bësh mirë. Ke ofruar veten tënde, familjen, çdo gjë që të vazhdosh në këtë situatë dhe të mundohesh të japësh më të mirën tënde për ta ndihmuar atë familjen. Në momentin që i ke parë gjërat aty dhe nuk të kanë pëlqyer, ti ke reaguar, po që të ketë gisht Aleksi me fjalë, me Semin nuk e di me fjalë. Mua më duket shumë herë më e besueshme që diçka nuk shkon me familjen në mënyrën se si e kanë organizuar atë kërkesën e ndihmës. Po vlla, DJ-lën, nëse është kështu si e thuti, dalin e vlla, që unë ja kam thënë edhe dje. Ti është zotrin, nëse s'ke gisht, unë po të zerë doktorin, unë po të zerë nanën e vetë që thot ikme, zdona me këthy lek, ti pse i delza? Pse i rinka? Ate nuk e dhja më të gjove që parë, për mendimin tima i ka bërë gabim që ka thënë vajza është e smurë dhe me idenë që zotohet që është e smurë. A i të kërkoj vajza... Po vlla, të lutem, vajza është e smurë, nuk është se nuk është e smurë. A kupton? Është... E ka pas leuqemin edhe ka dhe me thonë kura që e merë shumë nga goje, ka do hapa që i merë të shëpar, po nuk është vajza për transplant, nuk është vajza për 450.000 dolar.
vajza ishte në spital, nuk e ka në gjak, thot, për momentin. Mo, vajzës mund t'i kthejt nesër prap, pas nesër, se është munje e pabesa jo. Nuk është gjasi, a kupton Elin? Unë nuk kam thonë kur që vajza s'ka qenë e smurë, por vajza ka marrë $450,000, duke thonë që po vdes për 2 javë, po nuk u bë transplanti. Nërko doktori në midis Manhattanit, thot, nuk ka, e ka të kalume, edhe duhet të rrinë në kontrol. I dha kliniken, tha kjo është klinika jonë, qose unë i dhash adresë në shtëpisë teme, dhe doktorit i tha që do jetoj në New York, sa për ashtu, ja dha emrin e klinikës, të gjitha tha këtu e ke, tha 2 vjet rresht, do shkosh 1 herë, 2 herë në muj, të kontrollohesh që mos të rikthëhet, dhe me thonë të majmë në kontrol. Por për momentin jenë rregull ik, vazhdo aktivitetin tani, tha s'ke, nuk ke as i punë në spital. A më kuptot? Po mos... Si të bosha unë, të risha unë aty, të thosha, okej, merë një ato lek, të shi dilin klub diskotek, shko bani bus, shko bani cica, shko bani bruth, qojnë i gjysën, sajmë i gjysën Aleksit dhe jemi në regull, se nuk ke gja. Qa të baju? Pash okej, u gocë, je shëru me s'ke problem, po, ka për këthejë njerëzve lek. Dila tu i thosh me kamer, thu i falim dhe e gjithve, ju di për njerë, që se kam nevoj ma vonë prap, do ju kërkoj prap, këthejë njerëzve lek. Ato s'pranun, edhe shkoj puna këtu. Për këtë arsye shkoj puna këtu, se nuk do kishte shku ka gjatë. Ajo e kishte ndorë me hy, me ba që a i thashun. Okej o popull, falim derit o Alex, falim derit o El, falim derit o gjithë popull si më keni një mu, unë jam e shërume, nuk kam nevoj për transplantin, ja po jo këthej lek mrapa, inshallah nuk kam me pas nevoj, po të kem nevoj do e kërkoj prap. Prap do kishim hy, prap do ja kishim ba. Po, ashtu do ishte shumë herë me ndershme dhe do ishin më shumë njerëz për të dhënë kontribut. Ja është drejta. Aja më thot mu, po ik thot ti, thot e thuj që i ka vjell, thot pranvera lek. Po si më të dalun të thamë ka vjell pranvera lek, po unë jam lypë, si jot, unë kam lypë për ty. Jo më i gocë. Po ti me Aleksin gjatë kësaj kohe, a flisja kishe komunikim? Urda? Me Aleksin kishe komunikim gjatë kësaj kohe? Kam pas komunikim... Ja, keni folur o vla, se ju e bët bashkë. Kam pas pra... Po të thëmë pra, kam pas komunikim, dheja di që është këthy në Turqi, këto kanë ardhë tu, i kam thonë këshu, i thash ato do vinë, thash në Amerikë, tha mu, thash, s'du më marrë ma me atë punë, s'mi intereson. Okej, thash, dhe s'kam pas ma komunikim me te. Po këta kanë pas gjithë kohën. Geralda ka pas gjithë kohën me te. Se Geralda kanë makinë me mu, dhe me thonë, spital, në brëndë, spital, në kafe, në restoran, gjithë ne. A kupton? Ka shka kanë komunikimi jem me ta, pas taj komunikimin e funit me Aleksin e kam pas, prap s'kam desh me ja ba publike gjana, ja kam qu të gjitha ledhe, thash, shoku, qa tu në këtu, se i pas këtë rejek lek mrapa, se këto mi qunen mu. Adin? Filloj të mba si cub mirdite, të mba si i fort, ja po qa janë këta, ja po unë në, a di qa thash, po i Chris Bëthën edhe ti, se mos ba mu thash cubin, se jam njëri gabu me folë mu ashtu, edhe ja që s'kam pas ma komunikime me te. Jo, ma më duket qikë sikshore, se unë... Si kur t'jetë e vërtet, kjo me fjallë është diçka shumë banale, shumë e ullët. Në Gjaelin, ti, profesor, këta, si tha Semi par, Aleksi, thot atje, këta gocat, thojnë kemi ate, kemi këte. Pa mirë, ba, me si pas kanë të gjithë të prova, pëse s'ja mori policia denancimin? Pëse i tha policia, vazhdo një basës. S'keni asë një gjohë, s'ju ka kërsnu burri bosë. Jena mëri këto, këto, sidomos kur flet femna këto, shoku këto, do nësë do në të vejnë pranga, të shojnë mrena. Pak të një natë, të pak të një natë, shkojnë mrena ti, si do si tjetë puna, kur flet femna. Te o vla këtyne se o morë policia, iq për bazë. Pse se o morë as i fjallë për bazë? Veç që tha, vazhdo një goca se ju ka një skam.
Jeni scam, I tha policia, jeni scam. Këto nuk, you guys don't stay on your ground, I tha, nuk shofim këtu asnjë gjë. Jo, ato nëse kanë gjëra për të nxjerrë, duhet të nxjerrin, nëse nuk dalin fakte, I bie që diçka nuk shkon edhe kaq, është shumë e thjeshtë. Po nuk dolën fakte kundra atyre që ti ke nxjerr, I bie që qëndron ajo që ke ti edhe më pak. Unë po I them, Allah, unë jam këtu, unë qa flas ti nxjerr me ngjëzime me video. Ajo thot kyt atë, nxirri, jo po s'kam. Ec po. Ec mos fol kot. I kthir policinë, shkon në spital e bën Romeo Julieta movie, aty hyn në spital, thirr policinë, thirr gjithë ato policia I ka kësbëthën ti ke artu me na rrejt edhe neve. S'ke asnjë lloj prove, s'ke asnjë lloj gjajt, asnjë lloj kërcënimit, asnjë lloj. Atëherë, pra ku është qëllimi o shok? Qëllimi është, marrim lek të zhdukemi, mirë pafshim. Kanë deklaru aty në spital, kanë deklaru, jo do ikim nga spitali sot, se do ikim e marrë një mendim dytë, do ikim o në Vjenë ose në Barcelonë. Edhe ku vajtën si përfundim? Nuk di, s'ja marrën, as du me dit, nuk duhet di. Nuk di hiq. Po unë flas me letra, si kam marrë letrat e spitalit. Qa kanë folë në letra këta, qa kanë lanë deklarat këta. Do ikim në Vjenë ose në Barcelonë. Se do shkojmë dhe të shofim do marrim leket, do ikim në Vjenë ose në Barcelonë të kemi një mendim dytë për doktorit. Se doktori Amerikan nuk I hyn punë, a kupton? E marrë. Po si ishte edhe një lajm I keq edhe dalë edhe o burrat ikim me vend tjetër të marrë një lajm të mirë. Se po të kishte marrë një lajm të keq, me logjik, o burrat gjej një tjetër që të qetësohem se si qëndron e vërteta. Po e lajm të mirë mori, nuk është se mori lajm të keq. Po, kur merr lajm mirë ti duhet më gëzu, po a kupton Elin ashtu, ky ka qenë çdo gjë e kurdiston, çdo gjë e vizatume fikse, a kupton, shkojmë, trimi ditë, dytë, parrim lekë të ikum, se mu më thoshin, po pse do rrim ne me zor këtu? Po jo më I vajzë, pse me zor, kush po të marrë me zor? Ora, do hysh spital as do hysh? A jo, po do hym. Jo më I vajzë, se s'kam punën me ty. A dënë me shku në spital apo nuk dënë? Po, do shkojmë. A kupton, dhe më thonë, këtyne I bezdiste pjesat që unë isha afër tyre në doktorat, në letra, në infermiera, në këto, sepse qëllimi ishte... Nuk doni që të isha aq afër. A kupton, qëllimi ishte, si I thojmë në Amerikë, in and out. Ik këj pun, ik zhduku. Edhe këta po I bezdiste ajo gjo. Derisa morën venimin në fund që e di qa, ec ti ikëm këti, shkojmë të spitali, marrim letrën e emergjencisë, kalojmë lekt edhe në zhdukna. Edhe unë ju thash, do dalë, do jo nxjerë të gjitha. Këtheni lek mrapa se vjen kërë si një femna. Ju ka fut dikush, ju ka shty dikush, nuk e dikush, mos ta bajmë të madhe. Futeni, këtheni lek mrapa njerëzve, dilë thuj që jeni shërume, unë s'kam pun me ju. As ju për men, as ju hell në video, as ju hell askun. Jo, tha, dile thuj që I ka vjell unë e lek. Okej. Unë po dalë edhe po them edhe nuk po të lej me I vjell. Unë po t'i bëj të dyja të shi. E di po... E çuditshme duket se historia dhe sikur të jetë e vërtet sinqerisht. O ti, Allah flit këti, le vis qa e ti. Kam thënë që iku Geralda në Turqi, Allah ka këtu ti më shoku. Thash që Geralda, shoqja e tyre, që erdhi me ta, sa u mor vesh lajmi, ajo valigjet me vrap ikit e Aleksin në Turqi, o ti shoku. Shko laj pak vesh të se mos janë mush me kështu, me gjeth. Tani Geralda ishte kjo shoqe ngushtë e veta? Po, Geralda është ajo që ka dalë ka ba thirrën që ditën e gjitha, po shpresoj të merret shteti me ta dhe do I zjerrin vetë këta. Se kushtet tek e si, se femna është e dopt kur bjen dorë shtetit. A kuptat. Po e mira do ishte që të dilte e vërteta kësa historie dhe gjithsesi cilit merrte atë që meritonte, se në fundit. Unë hyna se të pashtu ashtu, se unë e kam kry si detyrimin tem,
my mission, si I thojnë, is over, is done. Unë ja kam freeze lek do I kthej njerëzve mrapa, edhe nuk kam, unë s'kam ma, unë s'merrem ma me ata, s'du me ditë ma për ta, kusht ketë, aty janë fakte, nuk I heq për aty, doktoratën, adresat, gjitha I kanë aty, të gjithë rekordin e spitalit e kam, nuk mund të bëj publike, sepse është medical records privacy që po, unë dhe me thonë damtohet me ligj, nuk mund të bëj, kështu nuk mund t'ja sheri askun, unë I kam, kush të doj, të vi, unë jam këtu në Bronx, New York, në Queens, kush të doj që jashtë interesum prej grupit të Samit apo të Aleksit, të vi të I marrën, apo kush kanë thënë, por publike nuk mund të bëj, sepse damtoj vetën, edhe se kam vun plan me damtu vetën për asken. Kështu që my mission is over, is done. Unë e kam pas misionin tem me I shëru në fillim, dolen scam, dolen mashtruse, kam pas detyrimin mu bloku lek me ju këthy gjithë njerëzve që unë kam thirë, se Aleksi lek të veta I ka marrë, ta shje mrapa të merët kush dojnë me ta, unë s'du me ditë për ata. Heq, as du me ditë ku janë, as du me ditë ku shkojnë, ku hynë, as du me ditë hiq ma në këtë botë e në gjallë më vdek. Që përmenda një dyre emrin edhe matje të thash gjën fillim se nuk kam dashur të mbaj kraun e as kujt, thjesht kam dashur ta kuptoj si situata dhe vetëm kaq. Kjo është situata, kjo është e vërtetës, edhe nuk ka si lloj të vërtetë të tillë. Koha do I zjarrin gjitha, unë jam I gatshëm. Lagat me qeshit, ajo është e padiskutueshme. Unë të thash, unë jam I gatshëm për çdo lloj regjistrimi që ata sa mi pare, që kanë bërë ata, unë jam I gatshëm direkt me hy live edhe me direkt me janë zjarë, se unë nga dita që I kam pa që doktori tha kjo është në rregull, unë nuk kam fol me ato njerëz më asnjëherë pa regjistru. Unë makinë teme kam kamerë, mrena makinë, me voice, me ftyrë. Kam ku kam hyrë në spital të ato, kam majt voice-ën nezën. Ku kam fol me nanën e vetë, kam majt çdo move, çdo lëvizje, mas ditës që doktori ka thonë kështu është muhabeti, unë I kam të gjitha. Me kamera, me ingjëzime, me çdo gjë. Për mu, unë nuk temem se unë ja kam thonë që ditën e parë, ik shkon polici, shko ku dush, se unë s'kam bërë asgjë veç mira. Unë s'kam bërë si gjatë keqe, këtu jam I përgjigjem çdo kujt. Kështu që ata e din vetë të shemra po çfarë bajnë. E vërteta do dali se do janë nxjerrë do dali, se a do janë nxjerrë në Arabi, o do janë nxjerrë shtetin në Amerikë, nuk ka hall pa dalë. Kush ishte mrapa, kush ishte, ta thash edhe herë, kur të vi puna një femër me u shtëngu bëtha, nuk e mon shumë. E drejt. Nuk është si nasi, më hy me mojnë burg për shok, po femna s'mon burg për asken. Jo, e drejt. Do dali, se kur, do shohim. I ka vëtë për shnes, trujt zoti. Trujt zoti, faleminderit, respekt.